jam Meti, jam 29 vjetë, jetoj në Austri, për ndryshe më njohin edhe njerëzit në rrjetet sociale si Meti Bu. Po në Kosovë ku jeton, nga cili vend vjen? Në Kosovë jam prej Suarikës. E kom pa edhe disa video shumë virale që ju i bëni duke kërcy në për qytetet ndryshme të Kosovës dhe të Shqipërisë. Çka t'inspiroi ty për me bo këtë vallëzim në për qytetet Kosovës? Inspirimi u konë se më pëlqejnë traditat, edhe menoj se na që jetojna jashtë e kem një mall shumë të madh. Kjo konë tani dëshira jam thjesht me vallëzu me i prezantu traditat me një mënyrë ma moderne, ma vizuale, sepse në rrjetet sociale mon shumë njerëz mi arrit dhe tani thjesht e kom plotësu në dëshirë tema. Po për i cilës mosh vallëzon, ku e ki vrejt që kja talentin për vallëzim, kur ke qenë i vogël, a ke qenë kështu, që ki pas dëshirë me vallëzu në për dasma shqiptare, kështu? Po, do me thonë, kur jam qenë i vogël, e kom vrejt, se gjithë më thajke nona se di me vallëzu shumë mirë, edhe krejt familjar, amo me janis kështu me vallëzu, me bo video, u konë jo shumë ku largë, më duket tash se 2 vjetë ja kom nisë. E di se nuk jam perfekcionist, po e bëj sipas shefit tem, sepse menoj se secili njeri e ka një talent, edhe po. Kur jeni për qytete dhe vallëzon, ata afrohen njerëz, cilat jën fjalë që ata zakonisht i thojnë? Po, gjithash afrohen ose piskoten pej larg, rrinë shuplaka, dojnë me bo foto, shumë një ndjenë shumë e bukur, se di të mushot komplet zemra, është një ndjenë se s'mon me përshkru menoj. Pa, atë ndodhë që të afrohen edhe shqiptarët vallëzoni gjithë bashkë, bot një atmosferë bukur, atë ka ndodhë? Po, më ka ndodhë, amo me kalzu drejt ma shumë më ka ndodhë me tujt, se ata shumë interesohen edhe shumë i pëlqejnë traditat tona, do me tho, s'fundi herë kur jam ka tash në Shqipni, jam ka në Gjirokastër, edhe ka pas edhe vizitus pej Greqis, edhe mu ka afru një gru edhe Janisi, unë e keshtu e gjeru një video për TikTok, edhe Janisi mu afru, tha, barë me këcu edhe onë në anglisht, edhe thash po, edhe vallëzun tani vallën e Rrugovës bashkë aty, në kalo Gjirokastërës. Po, si ndjeshte kur jeton jashtë vendit edhe akoma i ruan këto traditat, pse ki vendosa? Është e vështirë kur je jashtë Kosovës edhe prap mundosh me i ruaj traditat edhe pse ke vendosë që o diçka që t'ka shty? Qysh thash ma herët, menoj se çdo njeri e ka një talent edhe unë menoj se krejt njerëzit, edhe njerëzit në Kosovë edhe shqiptarë që jetojnë në diasporë, na jena krejt një lloj ambasador. Na mujna me përçu një mesazh, Kosova është shumë shtet i vogël, amo i kena traditat edhe krenarin që mujna me mbulu krejt botën. Edhe menoj se kjo kanë që ka më ka shty me bo këto, me i tregu botës çfarë traditat bukra edhe çfarë veshjet bukra kena na shqiptarët. Po në për dasma shqiptare, apo t'bjen me shku shpesh, sa po i shijan? Po, m'bjen me shku, kom pas shumë ftesa, ama po kam edhe shumë obligime, po kam shumë ku, më kanë shkrujt edhe shumë për shembull qiftët që martohen, më kanë shkrujt për shembull na për Instagram apo TikTok, amo i me imsu me vallëzu, edhe më ka orë shumë mirë. Okej, jo i martuar a jeni? Jo, akoma. Okej, po qysh ka me qenë dasma jote tradicionale, si e preferoni? Bash tradicionale edhe diçka shumë të veçantë. Okej, a ka me pas vallëzime, a ki me bo ndonjë, cili ka me qenë i vallëzim që ki me bo ma për qefe? Natyrisht, vallën e Rrugovës, më pëlqen shumë, edhe shota, po menoj se ka më kanë lloj-lloj, ka me pas lloj-lloj vallëzime edhe me i këqyr, me i bashku krejt traditat aty. Nusja jote, ka me veshje tradicionale, a është dëshira jote që ndoshta e kështë shty pak për me vesh edhe ajo këto veshje tona? Natyrisht, menoj që duhet me i vesh, po dashnis nuk ju dihet kur. Amo e shkon shumë, po i shkon dëshira jam, e shkon shumë mirë. Pasi që
pilojmë anash pak edhe këto, po bisedojmë si ka qenë jeta jote jashtë vendit, jeni rrit atje, keni lind? Jam lind në Austri, jam rrit atje, edhe menoj atje në Austri o pak jeta më e ftoftë. Gjithë menoj se krejt dojnë me dalë shqiptarët e thujnë jashtë është shumë mirë edhe krejt po është në mënyrë shumë mirë, po menoj se thash na në Kosovë, do me thoj jeta në Kosovë është shumë jetë e veçantë, se nuk e ki kërkon në botë, dhe qajo menoj se na ka mungu shumë jashtë. Na jena rrit me dy kultura, u konë kultura austriake, se kur t'jeme një shtetë duhet aty mu ambientu edhe mi respektu traditat e tynve edhe ligjet e tynve, edhe prap nuk ban me arru ama ku i ki rajt pe cilit vend je, edhe është shumë zërë sepse për shembull nuk jam ka kur në shkollë me mësu gjuhën shqipe, po vetëm që e ku mësu me printe me, edhe për ata thash e di se nashta gaboj ka njëherë edhe me folë, ose edhe të vallëzu, po është më e rëndësishme mu mënu, vërtet, se sa mos më mënu. Po, a ki pas shoqëri shqiptare atje në Austri, ki pas shok, apo ndoshta edhe ndonjë shok që nuk ka qenë shqiptar, po ja ki mësu këto traditat që ne i kemi, dhe si kanë reagu? Kam shumë shoqëni shqiptar atje, po qa me thonë është pak keq se kur t'jeme një shtet tjetër tani fol ma shumë gjermanisht, edhe po kam edhe shok se nuk janë shqiptar, e kam një shoqe se e kam mësu gjuhën perfekt, edhe e viziton gjithë Kosovën me mu bashkë me familjet e amon, edhe shumica që nuk janë shqiptar, i dojnë shqiptar qëmë, e dojnë muzikën shqiptare, i dojnë traditat shqiptare, dasmat shqiptare për shembull, gjithë dojnë, është shumë interesant çfarë darsmat veçanta i bojmë na shqiptarë. Po cili është një ushqim tradicional që të pëlqen mas shumë te? Ma shumë të më pëlqen pika. Ama për ndryshe dhe flija, do me thon krejt ushqimut tradicionale. A është diçka një ushqim që atje nuk e keni që vjen këtu në Kosovë që të merr malli, apo i keni gjitha edhe atje? Që munoni? Kohë sodit mund është me bo edhe atje, për shembull flijon mund me bo në shpëret, po nuk është... nuk është njëjtë si në saq. Do me thon, këto është ma veçantë, do me thon është një ndjenë shëqër zotit, unë e vi shumë shpesh këtu në Kosovë, se bëj shumë gjerime në Kosovë, kam shumë takime në Kosovë edhe në Shqipni, kështu se nuk më bjen më mungu shumë kohë gjatë. Po komentet e njerëzve si janë në për rrjetet sociale? A ke komente negative apo vetëm pozitive? Me kallëzu drejt, është më i me thonë 98% vetëm pozitiv, po gjithëherë sepse njerëzit janë kriju menoj kështu, me gjiku dikan, do me thonë gjithmonë mujnë me gjithë një arsye se ke bo këto mirë, se ke bo ato mirë, po më pëlqejnë kritikat se njeri gjithmonë me ndryshu, me ofendime apo tjera gjona nuk mirëna, se mas pari jam krenar se e kam gjithmonë familjen tem mrapa prej ditës parë, edhe jam njëri pozitiv, munona mi jap njerëzve pozitivitet në kohë sodit, menoj se është më e rëndësishmja, edhe për ata komentot për shembull për njerëzve tuaj me thonë janë 100% pozitive, do me thonë pe i krejt anëve, pe i krejt shteteve, me thonë po. Po, çka është diçka që të merr malli për ose ndonjë familjar ose diçka kur je jashtë Kosovës, dikush që të mungon shumë, edhe më nxis pret më ardh në Kosovë dhe me taku. Malli ma shumë të natyrisht u merr për nonën, ama nona është atje në Austri me mu, ama kur të vinë Kosovë na shumë vjen një muj mu kanë Kosovë tani u merr malli për ato, sepse nonën e kam gjithçka, ajo për mu ju veç një nonë, po ashtu që e më e mirë. Edhe gjdo sen jetë kum kalu bashkë me ta si momentet e këqija, si momentet e mira. Edhe këtu natyrisht u merr malli për familjarët e mi, edhe gëzona tani kur moj më ullqit me pi naj kafe turke me ta edhe... Po sa mërzitesh kur e len Kosovën dhe duhesh më kthy prap në Austri? Si është ajo ndjenja, se ne që jetojmë këtu nuk e dim, po ju si e përjetoni? Po tash më me thonë, me një rast për shembull, jam ardhur me autobus në Kosovë, edhe kum pas më kthy për Austri,
Po më hyp në autobus në Sarek edhe në kofe apet ku zbrit. Okej. Do të thonë, gjithë me dy mendje, a më shku, a mos më shku, ama shumë në ndjen tepër e keqe. Ama për ata ka pas edhe raste, jam shku në Austri, mas një javë prap jam kthy. E du shumë Kosovën. A mendon ndonjëherë mu kthy gjithmonë në Kosovë, apo e ke kriju edhe atë jetën tonë në Austri edhe është pak ma vështirë me... Dëshirë e kam natyrisht, ama nuk du me thonë tash se kam u konë 100%, sepse jetës nuk i dijet, kisha pas shumë qef, inshallah me jap Zoti mundësinë, më kthy, edhe me kriju këtu diçka të veçantë. Ta këqyrëm tash. Kur vallëza, një këngë e preferume që e ke? Një këngë e preferume, normal se është vallja kosovare, pe Shpat Kasapet, është këngë historike menoj, edhe tani krejt këngë tradicionale që janë, ama nga edhe këngë ndryshme, do me thë, popullore edhe hip-hop edhe tonat. Okej, do me thë nuk është që je vetëm të këto muzikat, po këto e bën më shumë për edhe mi shfaq traditat tona shqiptare. Normal. Përfund një mesazh për të gjithë djemt e ri që jetojnë jashtë vendit, ndoshta edhe diçka për ruajtjen e traditave ose çka do që ti e ndjen nga zemra. Thash për mua më e rëndësishmja, krejt e kena vetë ndurë, sot na për rrite sociale secili mund me përçu mesazhe. Mesazhi jam është me i rujt traditat edhe na e kena vetë ndurë çish muna po bota nive, mujna mja tregu tonat bukrat shqiptarëve të Kosovës, e krejt e kena vetë ndurë. Për të, vallja shqiptare nuk është thjesht një kërcem, por një mënyrë për të treguar se nga vjen dhe për të mbajtur gjallë identitetin shqiptar pavarësisht ku ndodhet.